E falenderoj shumë drejtorin Adhe Hetemi të Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, për mikpritjen, për punën që bën dhe për raportin e tij të vitit të dytë. Pardje IKKL-ja i ka mbushur 2 vjet dhe është mbreslëndse sa shumë angazhim dhe kontribut ka në këtë institut. Kur kam ardhur para 1 viti me rastin e vitit të parë të punës, kanë qenë 23 të punësuar, tash janë 39 të punësuar, dhe ka një rritje të materialit arkivor, kanë qenë më pak se 190 metra foldera, linjë fizike të materialit arkivor, tash janë më shumë se 400 metra, ndërka që materiali digital arkivor i ka tejkaluar 20 terabajt. E pash edhe arkivën, pash zyrat të ndryshme, duke punuar në të gjitha aspektet e kësaj fushërimtarie jetike për shtetësinë e Kosovës, por edhe për ardhmërinë tonë, jo thjesht për dokumentimin e së kaluarës. Ky institut është vendimtar në njërin anë për institucionalizimin e kujtesës kolektive dhe në anën tjetër për zbardhjen e plot të së vërtetës historike. Kur kam qenë para 1 viti, ka qenë vetëm kjo zyrë këtu, në këtë ndërtesë, ndërka që tash me rastin e 2 vjetorit, i kanë edhe 6 zyra rajonale, në Pej, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovic. Po ashtu, vlen të përmendet që nga 67 burime të evidentuara që i kanë pasur para 1 viti, tash i kanë 650 burime nga 14 shtete. Është punë gjigante që po bëhet, është institut i cili edhe merr shumë informacion nga të tjerët, por në të njëjtën kohë edhe prej tij kërkohet shumë informacion nga të tjerët. IKKL-ja është shndërruar në një nyje institucionale ku njerëzit sjellin burime dhe të dhëna, ndërka që në anën tjetër edhe kërkojnë informacion. Në mes në atyre që kërkojnë informacion, unë do të kisha veçuar Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit dhe besoj që një ndër faktorët e shtimit të punës sa i përket hetimit e hulumtimit, por edhe gjykimit e dënimit të kriminalëve nga Serbia që kanë bërë në Kosovë vrasje, përdhunime, tortura e masakra, është pikrisht edhe IKKL-ja. Këtu mund ta gjeni arkivën e gjenocideve të Serbisë, këtu mund ta gjeni dokumentimin gjigant të spastrimit etnik, pastaj të shkeljeve sistematike të drejtave të njerëzit dhe gjithashtu të pasojave dhe humbjeve që ka pasur populli ynë nga okupimi i gjatë serb, e posaçërisht nga lufta e fundit, ku dëmet nuk janë vetëm në njerëz, por edhe në ekonomi e në trashëgiminë tonë kulturore. Gjithashtu i morra edhe kërkesat dhe sugjerimet e drejtorit Adhe Hetemi dhe në Qeverinë e Republikës do t'i trajtojmë ato në mënyrë që ky institut ta zgjeroj aktivitetin dhe të jetë gjithnjë e më efikas. Unë besoj që si shtet e si popull jemi me fat që puna këtij instituti po i shkon bare mirë, në rrugën e duhur dhe me shpejtësi gjithnjë më të madhe. Pra kemi një rritje të stafit nga 23 në 39, pas kjo nuk mjafton, sepse nga lufta e fundit ju e dini që i kemi mbi 10.000 civil të vrarë, po ashtu i kemi edhe mbi 2.000 dëshmorë. Të gjitha këto janë rrethonat luftës sonë që e solli lirinë, e të cilat kemi nevojë që ti hulumtojmë e ti dokumentojmë. Na nevojitet edhe më shumë staf dhe na nevojitet staf gjithnjë më i kualifikuar e i trajnuar. Një ndër të arriturat e IKKL-s që besoj se duhet theksuar është fakti se në revista shkencore ndërkombëtare janë duke u bërë punime si rezultati studimeve, hulumtimeve, kërkimeve që bën ky institut. Madje janë duke u bërë publikime në revista në të cilat nuk ka pasur publikime të mëhershme
nga institucionet e tjera të Kosovës, qofshin ato shkencore apo arsimore. Pra për herë të parë, duke u falendruar IKKL-s, kemi botime shkencore për luftën në Kosovë në disa revista ndërkombëtare ku nuk ka pasur të tilla më herët. Nuk ka dyshim që vrasja e fëmijëve nga shteti i Serbisë e që përbëjnë më shumë se 10% të vrasjes së civilëve, së bashku me vrasjen e grave shtatzëna, edhe me vrasjen e pleqve, janë dëshmi të gjenocidit në Serbi, të Serbisë në Kosovë, të cilët kanë tentuar që në atë kohë, nëpërmjet okupimit të tyre, ta kenë territorin ton, po pa neve si njerëz. Pra kanë synuar shfarosje. Vrasja edhe njëherë e fëmijëve, e pleqve edhe e grave shtatzëna është dëshmi e gjenocidit të shtetit Serbisë në Kosovë para më shumë se qerek shekulli, po e potencoj që ky nuk është gjenocidi vetëm që e ka bërë Serbia në Kosovë, ky është gjenocidi i fundit. Për njohurinë dhe më pas bindjen time, ky është gjenocidi i 4 i Serbisë. Gjenocidi i parë i Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës është në vitet 1875, 1880, pra rrotull të ashtu quajturës paqe të Shën Stefanit dhe Kongresit Berlinit. Gjenocidi i dytë është ai i luftrave ballkanike, luftës parë dhe dytë ballkanike dhe gjatë luftës së parë botërore, që do të thotë në mesin e dekadës së dytë të shekullit 20. Gjenocidi i tretë është ai në mbarim të luftës së dytë botërore, në vitet 1943, 44, 45, por edhe 46 dhe 47, dhe kjo lufta e vitit 1998-99, si rezultati së cilës ne arritëm që të shlirohemi, e ku bartësi e shlirimi ishte ushtria shqiptare e Kosovës, paraqet gjenocidin e 4 të Serbisë. Dhe IKKL-ja nuk punon vetëm për luftën e fundit, por punon për të gjitha krimet e kryera nga Serbia për 125 vite sa ajo me forcët e saj vriste civil e popullsi të pambrojtur. Faleminderit zoti kryeministër, faleminderit media të nderuara, shfrytëzoj rastin të falenderoj kryeministrin për vizitën, e cila është bërë tani më e përveçme për neve gjithmonë nder që të i prezentojmë arritjet tona si institucion. Mendoj që kjo nuk ishte vetëm një raport i punës, po ishte edhe një raport i si lloj progresit që e kemi arritur në fushën e kujtesës kolektive, dokumentimin e krimeve të luftës. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj qeverimin e Republikës së Kosovës që kërkesat e tona në vazhdimsi i ka marrë me prioritet dhe i ka adresuar ato në mënyrën e duhur, dhe t'i falenderoj mediat për punën edhe angazhimin që e kanë bërë në dokumentimin e krimeve të luftës, e që mbeten një prej partnerëve shumë të rëndësishëm për ne. Kërkesat që i kemi pasur është mbështetje institucionale për rritjen e stafit, për sistematizimin e tyre në zyra rajonale dhe zyrën qendrore, për hapësira arkivore, siç mund ta shihni edhe nga raporti i cili do të bëhet publik, po edhe nga vetë prezenca juaj këto kërkesa janë realizuar. Për vitin tjetër sigurisht kemi kërkesat e njëjta për zgjerim të hapësirave, për avancim në kuptimin e infrastrukturës fizike, teknologjike, si dhe për mundësi që ta arrisim stafin edhe më tej në mënyrë që ta implementojmë në plotëni rregullorën për funksionalizimin e institutit dhe sistematizimin e vendet punës, e cila parasheh 74 punonjës.